Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina lahu bi ihsanin ila yawmiddin. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. إن أصدق الكلام كلام الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Falënderimet I takojnë Allahut Azza wa Jall, krijuesit gjithësisë. Paqja lavdërimi I Tij qoftë mbi vullën e pejgamberëve Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen dhe shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë atë deri në fundin e kësaj bote. Dëshmojmë se askush nuk meriton të adhurohet me drejt përveç Allahut, një I vetëm I pashoq. Dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi I Allahut dhe I zgjedhur I Tij për mbar njerëzimin. Allahu xhalla xhelalu I bën thirrje besimtarëve në Kur'anin Kerim, o ju që besuat, frikësoni Zotin sinqerisht. Dhe mos disni ndryshe vetëm se duke qenë besimtar në nështruarën I Zotit xhalla xhelalu, dhe nuk ka dyshim se fjala më e mirë është fjala e Allahut Kur'ani Kerim. Dhe udhëzimi më I mirë është udhëzimi I Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe punët më shumtuara në fenë e Zotit janë shpikjet çojnë humbje dhe humbja çon zjarr. Nderuar vëllezër dhe motra besimtar dhe besimtare, ashtu siç dynjaja ka sakrificat e veta, pikërisht mbi këtë Allahu Azza wa Jall e bëri Islamin, siç tham, dëshmi me gjuhë, besim me zemër dhe praktikim me gjymtyr. Dhe ky është besimi ynë deri në ditën e Kiametit inshallah. Dhe pikërisht në varësi të sakrificave, punëve, sprovave, përpjekjeve që bën besimtari në dynja, ashtu e ka dhe shpërblimin në xhenetet e Zotit subhanahu wa taala. Prandaj dhe siç është imani me shkallë, edhe Islami dhe xheneti I Zotit është me shkallë. Edhe zjarri I xhenemit është me shkallë. E kështu neve herën e kaluar folëm për shkaqet që I çojnë njerëzit drejt xhenetit, pra shkaqet që I fusin besimtarët në xhenet. Edhe pse ne e dimë se mbi të gjitha do të hyjmë në xhenet me rahmetin e Zotit, por besimtarit I duhen shkaqet. Kemi folur edhe shkaqet që çojnë njeriu në zjarrin e xhenemit, Allahu na ruaj. Por sot do të flasim si përgëzim për besimtarët, çfarë ka përgatitur Allahu Azza wa Jall në xhenet për besimtarët dhe çfarë I ka premtuar atyre. Pikërisht në bazë të besimit të tyre, të shkallës së imanit që ata kanë, sakrificës që ata bëjnë, sprovave dhe mundimeve që ata kalojnë, a menduat Allah, thot Allahu Azza wa Jall, se thatë që besuam dhe nuk do të sprovoheni? Pra, njeriu do të sprovohet në dynja me sprovat ndryshme, sepse kjo ka qenë rregulli që në momentin e parë që Zoti e krijoi Ademin deri në ditën e fundit, dhe Allahu Azza wa Jall nuk e ndryshon ligjin e Tij dhe rregullin e Tij për tekat dhe dëshirat e njerëzve. Prandaj ka sjellë si përgëzim për besimtarët në Kur'anin Kerim premtimet e Tij. Dhe Allahu Jalla Jalalu si thot: "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati 'ayn jazaan bima kanu ya'malun." Askush nuk e di se çfarë gëzimesh janë fshehur për ata, pra besimtarët, si shpërblim për atë që ata kanë punuar. Prandaj dhe Zoti Xhelle Xhelalu I premtoi atyre xhenetet e larta. Si banimi I përhershëm në Firdeusin e lartësuar, Innal ladhina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Vërtet ata që besuan, thot Allahu Azza wa Jall, dhe bën vepra të mira, do të kenë kopshet e Firdeusit si vendpritje. Ata do të jenë aty përgjithmonë dhe nuk do të kërkojnë pra largim prej tyre. Për ta ditën e Kiametit nuk do të ketë me vëllezër as frikë dhe as pikëllim. Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا
wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Me të vërtetë ata që thanë Zoti ynë është Allahu, pastaj qëndruan të palëkundur në këtë, te këta do të zbresin me lajket e Zotit duke thënë mos kini frikë, mos u pikëlloni, por përgëzoni me xhenetin që ju është premtuar. Për ta do të ketë lumenjë vëllezër dhe motra, mbi të cilët rrjedhin nga çdo krah për besimtarët. Mathalul jannati allati uiddat lil muttaqun. Fiha anharun min ma'in ghayri asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladhatin lish-sharibin wa anharun min aslin musaffa. Përshkrimi që thot bën Zoti për xhenetin, që është premtuar të devotshme, në ta do të ketë lumenj të pashtershëm, lumenj nga qumshi, shija atyre nuk ndryshon, thot Allahu azza wa jall, lumenj prej vere të këndshme, për ata që pinë dhe lumenj prej mjaltit të kulluar. Pra nuk është e lehtë të sakrifikosh dynjan tënde, sfrovat, sfidat, pasurinë, familjen, shëndetin, jetën, dhe që Allahu azza wa jall mos t'i shpërblej besimtarëve të tij sinqert me llojshmëri xhenetesh dhe mirësish. Prandaj e pesta në të përta do të ketë dhomat larta në xhenetet e Zotit subhanahu wa taala. Lakinil ladhina ittaqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyatun tajri min tahtiha al-anhar. Wa'ada Allah la yukhlifu Allahu al-mi'ad. Për ata që ju friksuan Zotit tyre, do të ketë dhomat larta mbi të cilat do të ketë edhe dhomat të tjera, ka dhomat të tjera të ndërtuara, poshtë cilave do të rrjedhin lumenj premtim për Allahu dhe Allah nuk e thyen premtimin e tij. Për ta do të ketë heqje dhe pastrimi i zemrës nga urrëtia dhe smira. Prandaj dhe Zoti xhelle xhelalu thot: "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihim al-anhar wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha." Neve do të heqim, thot Allahu, në xhenet nga zemrat e tyre çdo urrëtie, poshtë tyre do të rrjedhin lumenj dhe ata do të thonë falënderimi i takon Allahut që na udhëzoi pasi nuk ishim të udhëzuar. Për ta do të ketë përshëndetjet më të bukura në xhenetet e Zotit subhanahu wa taala, si përgëzim: da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha as-salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Lutja atyre do të jetë, pra o Allah i lartësuar, përshëndetja atyre do të jetë paqe, ndërsa lutja atyre të fundit do të jetë falënderimi tokën Allahut Zotit botrave. Për ta nuk ka lodhje vëllezër dhe raskapitje, dhe do të jenë përhershëm në xhenetet e Zotit subhanahu wa taala. Inal muttaqina fi jannati wa uyun udkhuluha bi salamin aminin. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نسب وما هم منها بمخرجين. Prandaj Allahu azza wa jall thot për devotshmi do të ketë xhenete dhe lumenj që rrjedhin dhe burime që rrjedhin. Hyni në to me paqe dhe siguri. Ne do të heqim nga zemrat e tyre çdo urrëtie, thot Allahu azza wa jall, dhe do të jenë vëllezër mbi shtretër përballë njëri tjetrit. Aty nuk do t'i prek lodhja dhe as kur nuk do të nxirren prej saj, prej xhenetit. Për ta vëllezër nuk ka më vdekje. La yudhukuna fiha al-mauta illa al-mautata al-ula wa waqahum adhabul jahim. Aty nuk do të shijojnë vdekjen, thot Allahu azza wa jall, për vdekjes së parë në dynja. Dhe ai i ka ruajtur ata nga dënimi i zjarrit xhenemit. Për ta do të ketë rroba prej mëndafshi. Yalbisuna fiha sundus min sundusi wastabraqin mutaqabilin. Ata do të veshin rroba prej mëndafshit të hollë dhe të trash, duke qëndruar përballë njëri tjetrit. Për ta do të ketë stoli dhe margaritar. Inna Allaha yudkhilu alladhina amanu wa amilus salihat jannatin tajri min tahtiha al-anharu yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasum fiha harir. Allahu do t'i fusë ata që besuan dhe bën vepra të mira në kopshtet e xhenetit, poshtë cilave rrjedhin lumenj. Aty do të stolisen me byzylyk, ari dhe margaritar, ndërsa veshja e tyre do të jetë prej mëndafshi. Për ta do të ketë shërbëtor, jo si shërbëtorët e dynjas, ku njerëzit zgjerojnë krahët dhe shpalldat dhe rrafsin gjoksin e tyre që kanë shumë shërbëtor rreth vetëve të tyre. Prandaj e thot Zoti në Kur'anin Kerim:
wa yatufu alejhim wildanun mukhallidun bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in. Rreth tyre do të sjellim djem të rinj, përhershëm me gota që ju shërbejnë atyre, i brik dhe kupa dhe pije të kulluar. Atje do të kenë bashortet pasra. O bashiril ledhina amanu wa aminu salihati anna lahum jannatin tajri min tahti al-anhar khalidina fiha. Dhe përgëzoi besimtarët që bën vepra të mira, se nëpër ta do të ketë xhenete me të cilat rrjedhin lumenj të përhershëm në to. Wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Dhe për ta do të ketë bashortë të pashtra dhe përhershëm në xhenetet e Zotit subhanahu wa ta'ala. Për ta do të jetë mbi të gjitha shikimi Allahut azza wa jall. Wujuhu yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira. Atë ditë do të ketë fytyra të shndritshme që shikojnë tek Zoti i tyre. Dhe kjo është ajka dhe mirësia e xhenetit Allahut azza wa jall për besimtarët që i premton, pra se Zoti nuk e thyen premtimin e tij. Prandaj thot Allahu azza wa jalla radiyallahu anhum wa radu an dhalika liman khashiya rabbah. Dhe kështu që Allahu ishte i kënaqur me ta. Dhe ata janë të kënaqur me Zotin e tyre, dhe kjo për ata që i friksohen Allahut azza wa jall. Prandaj të nderuar vëllezër dhe motra, besimtarë dhe besimtare, xheneti është me grad, i rrethuar me sprova, me sfida, me mundime dhe lumë për ata të cilët i japin në këtë dynja për të marrë në ahiret. I gëzojnë njerëzve në këtë dynja për të gëzuar vetë në ahiret. Ndihmojnë të tjerët në këtë dynja për të ndihmuar veten në ahiret. Japin shpirtin dhe jetën e tyre në këtë dynja për të ndërtuar të përjetshëm në xhenetet e Zotit subhanahu wa taala. Nuk kursejnë asgjë në këtë dynja për mos të kursyer Zoti me bujarinë e tyre, me bujarinë e tij në xhenetet e larta. Prandaj çdo sakrifisë ke për veten tënde, femen ameli salian fali nafsi. Kush punon mirë ka për veten e tij, wa man asaa fa alayha. Dhe kush punon keq ka kundra vetes tij, wa ma rabbuka bi zalimin lil abid. Dhe Zoti yt si bën padrejsi askujt. Prandaj e lutim Allahun që na japi firdausin ala. E lutim Allahun që na fusin xhenetet e larta. E lutim Allahun që të i përgjigjet thirrjes tonë dhe duave tona. Dhe Zoti është bujar i madh dhe Ghafurur Rahim. Walhamdulillah wa sallallahu nabiyina Muhammad. Nga çuna të nxjerrit tapetet vezërve se s'ka jashtë, falen jashtë në kam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina lahu bi ihsanin ila yawmiddin. Nderuar vëllezër dhe motra, besimtarë dhe besimtare, këto ishin disa ajete kuranore që i përgëzojnë besimtarët. Mirë po, çfarë na thot pejgamberi ynë sallallahu ta'ala alaihi wasallam në hadithet e tij të ndritura? Tregon pejgamberi alaihi salatu wasallam në hadithin e Abu Hurairës, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu ta'ala adattu li'ibadi salihin ma la 'aynun ra'at. Kam përgatitur për robët e mi besimtarë dhe të mirë ato që syri nuk e ka parë, wala udhunun sami'at, dhe atë që veshi se ka dëgjuar, wala khatara ala qalbi basharin, dhe as atë që njeriu kur nuk e ka imagjinuar. Pra këtë hadith tregon pejgamberi alayhi salatu wasalam që çdo lloj imagjinate që ti mund të kesh në mendje dhe në zemrën tënde kur nuk mund të arrish atë që ka përgatitur Allah për besimtarët. Në hadithin tjetër thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna awwala zumratin yadkhuluna al-janna ala suratil qamaratil laylatil badr. Grupi i parë që do të hyjnë në xhenet do të jenë në pamjen e hënës plot, si i themin e hënës 15-çe. Ata nuk urinojnë, thot, nuk kryejnë nevoja në të, nuk nxjerrin sekrecione nga hunda, nuk pështyjnë, pra do të jenë të pastër nga tmetat e tyre njerëzore që kanë qenë në dynja. Çfarë do të ketë më tepër ta në xhenetet e larta? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam min hadithi Abi Musa al-Ash'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lil mu'mini fil jannati la khaymatan min lu'lu'atin wahida mujawwafatin tuluha 60 mila. Besimtari do të ketë në xhenet një tent prej margaritar, të qëndisur margaritar, të zbrasët, gjatësia së cilës është 60 milje. Prandaj shikoni se shpërgatit Zoti për besimtarët e tij, për sakrificën, durimin, sprovat që kalojnë në këtë dynja. Prandaj mos e humb shpresën nga rahmeti i Allahut azza wa jall
dhe ta prishësh zemrën dhe kraharorin tënd për shkak të sprovave apo sfidave apo ngjarjeve që shikon rreth teje, duke menduar se Allahu i ka braktisur robët e tij dhe besimtarët e tij. Në hadithin e Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna fil jannati lasuqan ya'tunaha kulli jum'ah. Në xhenet ka një treg thot që çdo ditë do të shkojnë në të çdo xhuma besimtarët. E transmeton Imam Muslimi. Pra vazhdon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe thot an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta bil an'amil ahli ad-dunya min ahli an-nar yawm al-qiyamah. Njeriu që ka qenë më i sprovuar në dynja nga banorët e xhenetit do të zhytet një herë në xhenet, pastaj do t'i thuhet, a ke parë ndonjëherë mjerim? Wa yu'ta bi ashaddi an-nasi bu'san fi ad-dunya min ahli al-jannati fa yusbighu sabgha. Pra vihet me vjesjell Allahu azza wa jall njeriu që ka qenë më i sprovuar në dynja nga banorët e xhenetit dhe do të hyjë, do të futet një herë në xhenet, do t'i thuhet, a ke parë më përpara ndonjëherë mjerim? Dhe ai do thotë, jo pashallahu, nuk kam parë. Pra njeriu me njëherë i harron vuajtjet, mjerimet, sprovat që ka kaluar në dynja, pikërisht për mirësive të mëdha që ka përgatitur Allahu azza wa jall për besimtarët. Wa hadithi Suhejb radhiyallahu ta'ala anhu qal idha dakhala ahlu al-jannati al-jannata qala Allahu tabaraka wa ta'ala turiduna shay'an azidukum. Dhe kur të hyjnë banorët e xhenetit në xhenet, thot Zoti xhelle xhelalu, a dëshironi o robët e mi t'ju shtoj diçka? Pastaj yakshifu al-hijab fama a'tu shay'an ahabba ilayhim min nadhari ila rabbihim. Pra kur të hyjnë banorët e xhenetit, Zoti thot, a dëshironi t'ju shtoj diçka? Dhe ato thonë, jo Zoti, jemi të kënaqur. Më pas zbulohet zbulesa e krijuesit gjithësisë subhanahu wa taala, dhe ata do ta shikojnë Zotin e tyre në xhenetet e larta. Lutim Allahun azza wa jall që na bëj prej tyre. Në hadithin e Abu Hurairës thot pejgamberi alayhi salatu wassalam anhu qala innal fil jannati shajaratun yasiru ar-raqibu fi dhilliha mi'ata sana la yaqta'uha. Në xhenet ka një pemë thot hije cilës se cilës kalorësi ecën gati 100 vite dhe nuk e përshkon dot. Pra mirësitë e Zotit për besimtarët janë aq shumë vëllezër dhe motra sa vërtet mendja nuk e imagjinon dot dhe zemra nuk i shijon dot dhe syri kur si ka parë dhe veshi kur nuk i ka dëgjuar. Prandaj në hadithin tjetër thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam inna fil jannati 100 darajatin adda Allahu lil mujahidin fi sabilillah. Në xhenet ka 100 shkallë, 100 shkallë thot. Dhe Allahu i ka përgatitur atë për mujahidët, për ata mujahidët që luftojnë në rrugën e Zotit subhanahu wa taala. Prandaj i tham, në varësi të punës tënde, të imanit tënd, të përpjekjes tënde, do të kesh edhe gradat e xhenetit tek Zoti subhanahu wa taala. Dhe në hadithin tjetër, Hasama ibn Zeidit radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah qumtu ala babil jannati fa kana 'amatun min dakhala al-masakin. Një ditë thot hyra në xhenet apo në derën e xhenetit dhe pas se shumica e tyre ishin njerëzit e fukara, njerëzit e varfër. Njerëzit e varfër që nuk e shtrin dorën njerëzve dhe njerëzit e varfër që nuk i përulen njerëzve dhe njerëzit e varfër që nuk i lypin njerëzve. Njerëzit e varfër që nuk e shesin derin e tyre, fen e tyre, familjen e tyre, djemtë e tyre, vajzat e tyre, karakterin e tyre, imanin e tyre. Këta janë njerëzit e varfër që kanë shenja në fytyrat e tyre dhe nuk e zgjasin dorën tek njerëzit dhe nuk i përulen njerëzve. Pra aroma e xhenetit do të jetë për besimtarët. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam min hadithi Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala inna riha al-jannati yujadu min masirati 40 aman. Me të vërtet aroma e xhenetit ndihet në sa largësie e 40 viteve. Prandaj lutim Allahun të arrijmë këtë aromë. Në fjalët e sahabëve thot Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu inna al-yawma 'amalun wala hisab wa gadan hisabun wala 'amal. Sot për ju vëllezër dhe motra thot është punë pa llogari, kurse nesër është llogari pa punë. Prandaj thot Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu ta'ala anhu al-jannatu aqrabu ila ahadikum min shiraqi na'lihi wan-naru mithlu dhalik. Xheneti është më afër se cilit prej jush sa lidhset e sandales tij apo kputzëve tij. Edhe po ashtu edhe zjarri. Prandaj Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu thot inna an-nasa kulluhum fil janna illa rajulan wahidan la khashitu an nakuna ana huwa. Thot Umeri radhiyallahu ta'ala anhu, po thirriste një thirrës nga qielli dhe të gjithë njerëzit janë në xhenet përveç njerit
dhe friksova, thot, se mos jam unë, thot Omeri radiallahu ta'ala anhu. Prandaj e lusim Allahun azza wa jall që na ruaj nga sherrri i keqe veprave tona. Thot Abu Dardaja radiallahu ta'ala anhu: men akthara dhikra al-mauti qalla farhuhu wa kathura war'uhu. Prandaj kush e kujton shpesh vdekjen, paksohet gëzimi i dynjas dhe shtohet devotshmëria dhe përmallimi për ahiretin. E lusim Allahun azza wa jall na i falë gjunat dhe gabimet. Prandaj Hasan al-Basri thot: la rahatan lil mu'mini duna liqa'i Allah. Nuk ka pushim për besimtarin derisa takohet me Allahun azza wa jall. E lusim Allahun azza wa jall na përfshin rahmetin e tij. E lusim Allahun na përfshin rahmetin e tij. E lusim Allahun na përfshin xhenetin e tij. E lusim Allahun na çojë në xhenetin e tij me rahmetin dhe mëshirën e tij. E lusim Allahun të zbresim me neve faljen, mëshirën, begatinë dhe mirësinë e tij. E lusim Allahun azza wa jall na udhëzoj në bëj të qëndrueshëm. E lusim Allahun azza wa jall na udhëzoj dhe na bëj të qëndrueshëm. E lusim Allahun na i falë gjunat dhe gabimet që duken dhe nuk duken. E lusim Allahun na ruaj nga fitnat dhe sprovat që duken dhe nuk duken. E lusim Allahun të ruaj vëllezërit dhe motrat tona në Palestinë. E lusim Allahun të ruaj vëllezërit dhe motrat tona në Palestinë. E lusim Allahun xhelle xhelalu të ruaj vëllezërit dhe motrat tona në Palestinë. E lusim Allahun të ruaj vëllezërit dhe motrat tona në Sudan. E lusim Allahun të ruaj vëllezërit dhe motrat tona kudo që ndodhen. E lusim Allahun na ruaj nga sherrri dhe e keqja atyre që vetëm keq dhe sherr mbjellin. E lusim Allahun që ta thyej pushtetin e çdo zullumqari siç ka thyer pushtetin e romakëve, persëve dhe ata që erdhën pas tyre. E lusim Allahun që me ushtritë e tij të fshehta që nuk duken, të shkatërrojë çdo keqbërës, çdo gjakderdhës, çdo shkatërimtar, çdo gjunafqar, çdo njeri i fllihur që kërkon të poshtrojë njerëzit, të vrasë njerëzit apo të nxjisë luftra midis njerëzve. E lusim Allahun të ruajë vendin ton nga e keqja e tyre dhe sherrri i tyre. E lusim Allahun të ruajë vendin ton nga e keqja e tyre dhe sherrri i tyre. E lusim Allahun të ruajë vendin ton nga e keqja e tyre dhe sherrin e tyre. Dhe kush le Zoti mbrojtës ka lënë fuqinë më të madhe. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.